Gatuaj tek shtëpia e motrës. Siç e dini, jam te shtëpia e motrës në Greqi edhe e kam zënun gatimin. Tani me që motra punon. Diçka të thjesht po shumë të shijshme për sot, kotoleta pule edhe kebab. Mira është këtu në Greqi që i kanë të gatshme. Të gjitha këto nuk duhet të rrit të përgatis unë. Në Angli kanë të gatshme, po me erëzat që i hedhin brenda nuk më pëlqejnë fare. Shija që kanë, edhe ndaj atje detyrohemi përgatis vet. Aty i marr të gatshme edhe vetëm vaj edhe i vendos në furrë. Nuk do asnjë gjë tjetër. Unë sot thash t'i shoqëroj me sallat me patate, do me thënë me patate të ziera, të mos i bëja të skuqura se nuk janë aq të shëndetshme, kuptohet që fëmijët i duan të skuqura, po hajde, do t'i hanë edhe të ziera, qa do bëjnë. Që kështu pas i vura mishin në furrë, përgatita patatet, i pastrova do me thënë, edhe do t'i vendos që të valojnë. Unë u hedh pak krip brenda, nuk e tërhoqa në video, po të doni mund të mos i hidhni fare kripë, edhe t'i hidhni kur të zijejnë. Këto u poqen se nuk duan shumë orë, në 80 gradi lë. Piqen pothuajse në të njëjtën kohë edhe kebab edhe pula, edhe dalin fantastike. Patatet janë gati me flak të avashti lë dhe patatet, edhe do grij edhe një çik lakër të bardhë me karot për sallatë. Dreka është gati, të na bëj mirë, edhe fëmijët po e shijojnë si shikoni. Të kaloni bukur, ciao ciao.